Dekani i Fakultetit Juridik pranë Universitetit Nën Tereza, Aleksandar Petkovski, ka zbuluar vërejqet për ligjin e përmirësuar për arsim të lartë, i cili së shpejti pritet të jetë në procedurë parlamentare për miratim. Profesor Petkovski, i cili mediave ju drejtua në gjuhën shqipe, tha se parimisht ligji është i pranueshëm, por ka gjëra që duhet ndryshuar me patjetër, edhe në verzionin tashmë të përmirësuar të draft ligjit. Drejtimi i parë është lidhur me ato kriteret të cilat profesorët duhet t'i plotësojnë për zgjedhje dhe avancimeve, dhe pjesa tjetër është pjesa e ndikimit të ministrisë dhe ministreshës ndaj universiteteve. Prandaj mendojmë se mashi tash ka me shumë ndikime, të cilat duhet pak t'i zvogëllojmë, që të jemi në përputhje me parimin e autonomisë të universitetit. Njoftoi se vërejtjet e përgatitura nga Komisioni për vlerësimin e ligjit pranë Universitetit Nën Tereza veçmë janë dorëzuar deri tek Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Ai deklaroi se do të marrin pjesë edhe në debatet e organizuara në kuvent, ku para deputetëve do të tregojnë se pse vërejtjet e tyre duhet të merren parasysh. Sipas Petkovskit, në ligj ka pikë përmes të cilit ministresha mund të shuajë universitetet. Bile edhe ministresha me ligjin e ri mund të anullon një akt të universitetit, mund të shuhet universitetit. Me kuptoni, ka shumë përparësi ose fuqi ndaj universiteteve, dhe sipas rregullave për procedura administrative ne duhet të jemi barabartë. Ligji, gjykata administrative duhet të jetë organi që do të vendos nëse ne kemi një mos pajtim midis ministrisë dhe universitetit. Pas disa debateve publike të organizuara në universitetet e vendit, draft ligji për arsim të lartë u tërhoq dhe për të dytën herë u publikua me disa nga vërejtjet e marra parasysh. Ndërkaq, edhe për të dytën herë, pas publikimit, universitetet kanë vërejtje serioze për draft ligjin në fjalë. Kujtojmë se vetëm Universiteti Nën Tereza mbrëm ka dorëzuar 8 faqe të mbushura me vërejtje për draft ligjin e përmirësuar për arsim të lartë.